Përshëndetje, të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e ujorit për muajin dhjetor. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe videot për vitin 2026. Atëherë, shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ju shoh që këtu kemi të bëjmë me energji të shenjës së Briciapit, energji të shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së Akrepit. Atëherë ju shoh që keni kaluar disa tensione, situata toksike, ose me persona të ndryshëm, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër te vendi i punës, por dhe nga ana ekonomike, ose në grupe të ndryshme njerëzish. Për një pjesë tjetër shoh që keni marrë mësime në lidhje me vështirësitë që ju keni kaluar dhe unë shoh që do jeni më të organizuar gjatë fillimit të muajit dhjetor. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni varësi të ndryshme, mund të jenë varësi ndaj ushqimit, varësi ndaj cigares, ndaj alkoolit, por dhe varësi të ndryshme që mund të keni, ju duhet i dini më mirë. Gjithsesi, por mund të keni dhe varësi fizike. Mund të shoh që ju do jeni më të organizuar dhe shoh një fillim të ri. Është një fillim i ri në dashuri për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje të re, por është një fillim i ri menduar mirë, por ndërkohë shoh që merr dhe zhvillime të mira. Ju dëshironi të jepni fund situatave të ndryshme që ju mund të keni pasur. Ose dëshironi të bëni një fillim të ri për të ndryshuar statusin tuaj, një pjesë prej jush, një pjesë tjetër për të lënë mbrapa vështirësitë që mund të keni kaluar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe shoh që aty do t'ju presin surpriza pafund, si në lidhje me dashurinë, me një njohje të re, në lidhje me një fillim të ri ekonomik, me një punë të re, me një partneritet të ri, ose me bashkëpunime të ndryshme që ju dëshironi të keni. Gjithsesi vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ajrit dhe energji në shenjës së denit. Shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme. Ju mund të keni kaluar shumë vështirësi, por ju do filloni të trajtoni gjërat më pozitivisht, ose të shikoni më pozitivisht. Dhe këtu kjo ka vlerë si në lidhje me njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet, varet ku ju keni kaluar vështirësi, në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, jeni të ndërgjegjshëm në lidhje me vështirësitë që ju keni kaluar, por ndërkohë pranoni për t'i parë gjërat në një këndvështrim tjetër, për t'i parë gjërat më pozitivisht. Dhe në mesin e javës së dytë, shoh që do ndiheni shumë konfuz në lidhje me një dashuri, me një fillim të ri. Mund të ndiheni konfuz në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju sikur dëshironi të mbroni veten tuaj, nuk i jepni zgjidhje, keni mbyllur syt dhe nuk dëshironi të shihni gjërat qartë, ndërsa për pjesën tjetër ju mund të jeni konfuz në lidhje me punën tuaj, ndoshta nuk dëshironi të shikoni realitetin ashtu si është e vendi punës nga ana ekonomike, por dhe në situata dhe çështje të ndryshme që mund të kenë të bëjnë me shëndetin tuaj, mund të kenë të bëjnë me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje dhe me studimet tuaja. Shoh që shumë gjëra do t'i pranoni me mençuri, ju keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar deri tani, do besoni te intuita juaj, dhe ju shoh do fusni besime të reja, duke dëgjuar intuitën brenda vetes. Dhe kjo ka vlerë në lidhje me një njohje që dëshironi të futeni, por që ju nuk i jepni zgjidhje sepse dëshironi të mbroni veten tuaj, thjesht duhet të dëgjoni intuitën në lidhje me këtë gjë, ose me lidhjet, marrëdhëniet që keni në rastin tjetër,
ose për disa të tjerë te vendi punës, ku ju mund të keni hasur vështirësi aty dhe nuk besoni më te këta persona, atëherë shoh që ju do t'i pranoni gjërat me mençuri, do jeni duke analizuar dhe duke studiuar çdo situatë gjatë fundit të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, kemi kullën, kemi dhe energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë. Shoh që do keni një ofertë, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, që ndoshta do të rëndisi ato themelet tuaja, dhe ju do dëshironi që të futeni në këtë njohje të re me këtë person dhe të ndërtoni gjëra të sigurta në lidhje me njohjet, ose në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet, shoh që diçka të rënditet aty, ju jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë gjë, keni marrë eksperjenca, por ndërkohë shoh që dëshironi të fusni një frym të re në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Ndërsa për pjesën tjetër do keni një ofertë pune, mund të jetë një ofertë, më falni, mund të jetë një ofertë pune që ju trondit, është diçka që ju ndryshon jetën, dhe unë shoh që është një punë, një projekt ose një bashkëpunim që ju do t'ju japi siguri në të ardhmen tuaj. Disa prej jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me çështje dhe situata të ndryshme, ligjore, ose edhe me dokumenta të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, mund të jenë institucione shtetërore, private, varet. Por e rëndësishme është që kjo ka lidhje me pjesën e dokumentave dhe me institucione shtetërore në zyra, në nuk e di se çfarë. Gjithsesi, shoh që do merrni vendime të rëndësishme, keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, shoh jeni në energjinë e shenjës së binjakëve. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, jeni të energjia shenjave të tokës dhe energjia shenjës së ujorit që jeni ju vetë. Në lidhje me pjesën e personave që të dëshirojnë të ndryshojnë statusin e tyre që në javën e tretë, shoh që do merrni vendime të rëndësishme dhe do hyni në një njohje. Për pjesën tjetër do keni takime, ose ju dëshironi t'i çoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet më përpara, por gjithsesi do keni dhe partneritete në fillim të javës 4, bashkëpunime të ndryshme, ose mund të jetë edhe një person që do t'ju mbështesi. Në lidhje me pjesën e beqarëve, shohim që ju do gjeni shpirtin binjak në fillim të javës së 4. Do jepni dhe do merrni me këtë person, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni duke marrë, duke dhënë edhe me dy persona. Por shoh një realizim në fund të muajit, në lidhje me dëshirat, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në një rast. Në rastin tjetër, në lidhje me këto partneritete, shoh që do merrni disa para, varet, do futeni edhe pse është javë e fundit dhe ju mendoni edhe për festat e fundvitit, por gjithsesi shoh një partneritet që ju do hyni dhe do bëhet në fillim të javës 4. Dhe do jepni dhe do merrni me këta persona, mund të jenë dy persona që futeni në partneritet. Ndoshta ju do merrni disa para dhe të investoni te ky partneritet. Dhe shoh që ju do realizoni gjërat që ju keni ëndërruar. Për pjesën tjetër mund të merrni disa para, ju ashtu si i merrni, ashtu i jepni këto para. Mund të keni pagesa faturash ose ju mund të mendoni të shpenzoni për festat e fundvitit, mund të ndihmoni fëmijët tuaj në rastin tjetër ose prindrit tuaj, por gjithsesi unë ju shoh të realizuar deri në fund të muajit. Ose ju dëshironi të bleni dhurata për të afërmit tuaj, ose të shpenzoni në lidhje me festat e fundvitit. Gjithsesi, është një muaj fantastik, me fillime të reja, me ndryshime shumë të mëdha dhe shumë të forta që do keni gjatë këtij muaji, me realizim të dëshirave tuaja, por edhe me njohje dhe takime, por do gjeni dhe shpirtin tuaj binjak. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë ju thon në lidhje me
muajin dhjetor. Dhe letra është mbrapsh. Atëherë kemi 6-ën e kupave që tregon është një muaj thot ku do ktheheni në familjen tuaj, thot, duke u treguar pak nostalgjik në lidhje me familjen tuaj, duke mbështetur familjen tuaj, ose ju mund të ktheheni edhe në situata ose çështje të rikthehen tek ju, situata ose çështje nga e kaluara juaj. Mbani mend thot se çfarë bëni dhe me fëmijët tuaj, thot. Gjithçka ka të bëjë me të kaluarën. Ju do jeni gjatë këtij muaji, do jeni shumë nostalgjik me të kaluarën tuaj, me fëmijët tuaj, do mbështesni fëmijët tuaj. Një pjesë prej jush do gjej shpirtin binjak gjatë këtij muaji, por mbani mend edhe gjëra që keni bërë edhe me fëmijët tuaj. Kjo ka vlerë dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pasur në lidhje me punën, anën ekonomike, që diçka që kthehet nga e kaluara, mund të jenë persona që ju kërkojnë përsëri te vendi punës ose kërkojnë të bashkëpunojnë me ju. Gjithsesi është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. E rëndësishme është që ju keni ndryshime të mëdha dhe realizime. Dhe ju dilni nga situata tensioni dhe stresi që mund të keni pasur ose edhe në lidhje me varësi të ndryshme që mund të keni pasur. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, nëntor, dhjetor, më falni, videot me tema për dashurin, por dhe videot e vitit 2026. Të shikoni shenjat me fat, edhe ju jeni një shenjë me fat. Atëherë, ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj video, por dhe një mbasdite dhe një fundjavë sa më të këndshme.